Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! I keni kaluar të 50-ta dhe doni të jetoni shëndetshëm deri në 100 vjeç. Ja ushqimet që duhet të hani. Nëse jeni mbi 50 vjeç, me siguri keni vënë re se ushqimi ju ndikon pak ndryshe se sa kur ishit më të rinj. Me kalimin e moshës, nevojat tona ushqyese ndryshojnë dhe shprehja "ju jeni ajo që hani" bëhet më e rëndësishme se kur më parë. Gratë shohin se nivelet e estrogjenit bien me menopauzën, gjë që çon në uljen e masës kockore dhe një nevojë në rritje për ushqime të pasur me kalcium që mund të ndihmojnë në parandalimin e osteoporozës. Dhe si për gratë ashtu dhe për burrat, trupat humbasin aftësinë për të prodhuar insulinë, duke çuar në çeku libër të sheqerit në gjak dhe zhvillim të mundshëm të diabetit të tipit 2. Metabolizmi ngadalësohet gjithashtu veçanërisht pas moshës 60 vjeçare, që do të thotë se ushqimi me kalori ka më shumë gjasa të shkaktojë shtim në peshë. Dietologët sugjerojnë se njerëzit mbi 50 vjeç duhet të marrin këto ushqime në dyqanet ushqimore për një jetë sa më të gjatë dhe më të shëndetshme, derisa të kenë edhe përfitime të mira në organizëm. Erëzat si majdanoc, shafran dhe rozmarin duhet jenë në krye të gatimeve tuaja. Për shkak se kripa mund të kontribuojë në presionin e lartë të gjakut, doktoresh Nina Blackman, një mjeke në New York University, sugjeroi se kufizimi i kripës sa më shumë të jetë mundur është çelësi për një jetë më të gjatë dhe më të shëndetshme. Në vend të kripës, rekomandohet i shtoni ushqimet dhe erëzat siç janë majdanozi, shafrani dhe rozmarina, të cilat do të evitojnë rëndesën e kripës dhe do të sjellin përfitime unike në shëndetin tuaj. Fasulet gjithashtu duhet të bëni pjesë të dietave tuaja. Sipas nutricionistes Tara Tomaino, fasulet janë një mundësi e shkëlqyer për njerëzit mbi 50 vjeç. Fasulet janë një burim i shkëlqyer i fibrës si dhe proteinave me bazë bimore. Fibrat janë në lëndë ushqyese kryesore për shëndetin e zemrës, menaxhimin e sheqerit dhe kontrollin e peshës. Gjitha me pak yndyrë gjithashtu do të ofrojë përfitime të mira për ju. Në rast se nuk e keni dëgjuar, gjitha po bën një rikthim të madh, citon Tomaino. Është një opsion i shkëlqyer gjithashtu edhe për njerëzit mbi 50 vjeç. Ky ushqim proteinik është një zgjidhje e shkëlqyer për çdo vakt të ditës. Zardavatet gjithashtu me gjethe jeshile mund të bëhen pjesë të dietave tuaja për të sjellë përfitime të mira dhe në ushqyerje. Zgjidhni nga zarzavatet tuaja të preferuar ato me gjethe. Tomaino sugjeron spinaqin, lakrën jeshile, madje dhe brokolin. Këto perime janë të larta në fibra, në hekur, në magnez, në kalcium dhe kalium, të cilat janë të gjitha vendimtare për shëndetin e zemrës. Zarzavatet me gjethe janë gjithashtu të ulta në karbohidrate dhe kalori, duke i bërë ato një shtesë të shkëlqyer për dietën nëse po përpiqeni të menaxhoni peshën dhe sheqerin në gjak. Edhe frutat e pyllit janë një zgjidhje shumë e mirë për ju. Të gjitha llojet e frutave të pyllit, manat duke përfshirë luleshtrydhet, boronicat dhe manaferrat, janë të mbushura me përfitime shëndetësore për njerëzit mbi 50 vjeç. Ato janë të pasur me antioksidantë të cilët ndihmojnë në zbutjen e inflamacionit dhe japin truve të mira për shëndetin tuaj, citon Tomaino. Salmoni. Salmoni është një nga ushqimet kryesore për njerëzit mbi 50 vjeç. Për shkak të përmbajtjes së tij të omegës 3, Tomaino cilëson se është një nga produktet më të mira për jetëgjatësinë. Frutat e thata. Bajamet, arrat, faret e liri dhe faret chia janë të pasur me yndyrra të shëndetshme për zemrën, fibra dhe lëndë ushqyese thelbësore, shpjegon dietologja Merin Melman. Ato mund të ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit të shëndetshëm, në mbështetjen e shëndetit të tretjes dhe ofrojnë burime të proteinave me bazë bimore. Quinoa dhe orizi kaf gjithashtu janë një zgjidhje shumë e mirë për dietën tuaj. Dritrat integrale janë një tjetër mundësi e shkëlqyer për personat mbi 50 vjeç. Quinoa, orizi kaf, gruri dhe tërshëra janë të pasur me fibra dhe karbohidrate komplekse, të cilat do të sjellin rezultate të mira në shëndetin tuaj. Ato sigurojnë energji të qëndrueshme, ndihmojnë në tretje, ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak, duke reduktuar rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve metabolike, citon Melman. Është e rëndësishme që për një shëndet më të mirë të kontrolloni vazhdimisht edhe dietën tuaj. Ushqimet që forcojnë imunitetin duhet të jenë pjesë e listës suaj së përgjithshme.
Konsumi i përditshëm i një burimi të proteinave me vlera të larta biologjike por pa yndyrë si veza, peshku, mishi i shpendëve ose mishi i kuq pa djam është i rëndësishëm së veçantë. Këto ushqime janë të domosdoshme për të mbrojtur masën muskulare dhe për të prodhuar qelizat të sistemit imunitar. Veçanërisht të moshuarit nën peshë duhet të plotësojnë patjetër nevoja ditore me këto ushqime. Një mënyrë është edhe marrja e tyre në formën e lëngshme si për shembull kos, banane e të tjera. Kujdesuni më shumë për aparatin tretës. Ushqimi duhet të jetë i mjaftueshëm në karbohidratet e duhura, në mënyrë që trupi të mos shpenzojë proteinat për glukozë. Ushqimet si fasulet, zarzavate, drithrat e plota dhe frutat janë gjithashtu të pasur me fiber, gjë që garanton edhe mbarvajtjen e zorës dhe parandalimin e kapsllëkut, një problem shumë i prapur në moshën e madhe. Kujdes. Konsumi i ushqimeve me fibra duhet të shoqërohet me një sasi të mjaftueshme ujë, përndryshe keni efekte të kundërta nga ato që dëshironi. Mbroni shëndetin e zemrës. Ashtu sikurse edhe moshat e reja, konsumi i yndyrnave duhet jetë i pakët sa për të përmirësuar shijen dhe për të mos rrezikuar rrezikun e arteriosklerozës. Por lloji i yndyrnave është akoma më i rëndësishëm. Ato më të preferuarat janë yndyrnat bimore si vaji i ullirit, avokado, arrat dhe peshqit e kaltër. Kontrolloni gjithmonë vitaminën B12. 10 deri në 30% të moshuarve vuajnë nga gastriti atrofik, të cilët janë të rrezikuar nga mungesa e vitaminës B12 pasi nuk arrin të përthithen dot nga ushqimet. Duke marrë parasysh pasojat shkatrimtare nga mungesa e vitaminës B12, sjellësi anemi dhe dëmtim të parikuperueshëm neurologjik. Marrja e saj e mjaftueshme dhe monitorimi i vazhdueshëm është tepër i rëndësishëm. Ushqimet që përmbajnë janë vetëm me ato origjinë shtatzore si pula, peshku, bulmeti, veza dhe mishi. Nëse përthitja nga ushqimi është e cënuar, marrja e vitaminës B12 duhet të bëhet nëpërmjet suplementeve. Dilni më shpesh në diell. Mungesa e vitaminës D është një problem serioz për moshën e tretë. Burimi i kësaj substance të domosdoshme është kryesisht dielli dhe shumë më pak nga ushqimi. Përveç faktit se të moshuarit dalin shumë më pak në diell, aftësia e lëkurës së tyre për të prodhuar vitaminën D ulet. Për këtë arsye, në moshë të madhe duhet të merrni suplementet e vitaminës D në mënyrë që rastet tuaja të sigurojnë forcimin e muskular dhe kockor. Por moshat 51 deri në 70 vjeç nevojiten 15 mikrogram në ditë, ndërsa mbi 71 vjeç rekomandohet një dozë prej 20 mikrogram në ditë. Pini qumësht për një shëndet më të fortë. Qumi i shtih freskët është një burim shumë i mirë për të marrë sasinë e nevojshme të kalciumit dhe për të përthithur atë. Laktoza që gjendet te qumshti ndihmon në përthithjen e këtij minerali, mungesa e të cilit përballet me të moshuarit me osteoporozë dhe fraktura. Burimet të tjera të kalciumit janë drithrat e shtatzonuar, djathrat, fasulet, sardelet dhe të gjitha ato siç janë edhe brokoli. Sipas rastit, suplementet me kalcium mund të jenë të nevojshme, por nëse i merrni në formën e suplementeve, kalciumin duhet ta merrni gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti. Mos lejoni t'ju ikë koreksi. Përgjithsisht në moshë shumë të madhe, shqisat e shijimit, veniten dhe oreksi vjen gjithmonë edhe më i pakët. Kjo mund të përbëjë rrezik nën ushqyerjen e kësaj grupmoshe, e cila çon në dobësi dhe sëmundje. Zinku është minerali që lidhet me oreksin dhe vjet re të merret më pak se çdo nga të moshuarit. Ushqimet e pasur në zink duhet të bëjnë pjesë të pandarë në menunën tuaj ditore, si mishi i viçit, spinaqi, farët e vaj, kungullit, fasulet, farët e lirit, karkalecat, hudhra dhe verdha e vezës. Duhet të jenë pjesë e pandashme dietave tuaja të shëndetshme. Kalciumi, i njohur për ndërtimin e kockave të forta, ndihmon në mbajtjen e nervave dhe muskujve duke punuar dhe luan një rol të rëndësishëm edhe në shëndetin e zemrës. Në fakt, bazat e studimeve rezultojnë që sasia e kalciumit që marrim që të vegjël dhe adoleshent na mbron nga humbja e dobësimit të kockave. Kalciumi gjendet te qumshti, soja, bajamet, brokoli dhe fiku, i cili duhet të merret në mënyrë të kontrolluar vazhdimisht edhe me kalimin e viteve. Ushqyerja e tillë e shëndetshme do të sjellë rezultate të kënaqshme në shëndetin tuaj, citojnë ekspertët. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë